Në këtë fundmaj, mbushi 25 vjet nga dita, ku në Shkodër u nda përgjithmonë nga jeta fotografi i shuar, Geg Marubi. Ai ishte i treti dhe fundit i udhësisë zulmëmadhe të fotografisë shqiptare me emrin Marubi, me vlera unike dhe të pakrahasueshme në kulturën shqiptare. Lidhja e Gegës me fotografin është e hershme. Ajo filloi kur Rok Kodheli, i zbritur nga fshati Kodhel dhe vendosur në Shkodër nga fundi i shekullit 19, çoi djalin e tij Mati, si qirak tek italiani Pieter Marubi. Ky kishte hapur në qytet të parën studio fotografie në vend. Matia ndodhi pa fat, sepse vdiq mjaft i ri, në moshën 19 vjeçare, nga një sëmundje e pashërueshme. Atëherë plaku nga Kodheli e zëvendësoi birin fatkeq me djalin tjetër të tij, Mikelin, në atë kohë vetëm 15 vjeç. Këtë e përthithi shpejt magjia e fotografisë, por edhe mjeshtër Pietri, i cili tani mi ishte shqiptarizuar mirë, e ndihmoi pa u kursyer që Kodheli i ri të zbulonte të fshehtat e profesionit. Kur vdiq mjeshtri, më 1903, Mikelit Kelit, tashmë fotografi përgatitur, i mbeti studio me emrin e njohur Fotostudio Marubi, por edhe mbiemri Marubi, të cilin e trashëguan më vonë të gjithë pasardhësit e tij. Geg Marubi u lind në Shkodër në vitin 1907 në familjen Kodheli, si njëri nga 5 fëmijët e fotografit Keli. 3 vjet pasi ishte shuar pioneri i fotografisë shqiptare, gjyshi Pjetër. Ky i fundit kishte ardhur nga Italia më 1856 dhe 2 vjet më vonë kishte realizuar fotografinë e parë shqiptare. Gega, me emrin e lindjes Gregor, bashkë me të vëllain dhe motrat, kryenin punë të rëndomta në atelie. Por duke se mjeshtri i kel këtij i kishte vënë syrin për ta pasur krah në fotografi. Ndoshta zgjedhja nuk ka qenë rastësi, pasi ati mund të ketë dalluar diçka të veçantë tek i biri. Kështu, në moshën 17 vjeçare, Keli edhe me ndërhyrjen e vëllezërve të njohur francez, Lumière, me të cilët kishte letër këmbim, e dërgon Gegën për studime në Francë. Aty, ai regjistrohet në shkollën e parë të kinematografisë dhe fotografisë në botë, Lumière en Gjungla të Parisit, të hapur nga vëllezërit Lumière. Gega ishte studenti i parë i huaj që studioi aty. Sipas studiuesit Pironace, aty ai u njoh edhe me fotografët e shuar parizian të kohës, Adget 1857, 1927 dhe Lartigue 1894, 1986, Pironace, krijues dhe pasurues të traditës fotografike, revista Skena dhe Ekrani numër 1. Viti 1988, mjeshtër Keli, me dërgimin e Gegës për shkollim profesional, tregon se kuptoi shumë mirë se për të vazhduar rritjen e nivelit të punës në studio Marubi, lipseshin njohuri teorike dhe praktike bashkëkohore. Pasi studioi për 2 vjet në Francë, më 1927, Gega kthehet në Shkodër me njohuri më të plota teorike dhe praktike për fotografinë, por edhe me ëndra e projekte mbi të ardhmen e Fotostudio Marubi. Fillon të kryejë ndryshime në ndriçimin e atelies dhe i përkushtohet sidomos fotoportreteve brenda saj, por edhe të dali në natyrë e të fotografoj për kënaqësi të vet. Puna në dyqan po ecte mirë, dhe prej disa vitesh, që prej 1919, po mbahej edhe regjistri fotove, një nga gjërat më të mençura dhe me vlera të pachmueshme për fondi Marubi. Ndërkohë, materialet fotografike porositeshin tek firma e Lumièreve, pra të cilësisë më të lartë, çka bënte që edhe fotografitë të dilnin teknikisht mjaft të pastra. Gega filloi të eksperimentoj për gjithçka kishte mësuar në shkollë. Kështu, ai nisi me solarizimin, një teknik fotografimi që edhe në Francë ishte e re, dhe më pas vazhdoi me fotografimet e peizazheve me filtra, ku u tregua mjeshtër vërtet e pionjer në këtë lëm për fotografinë shqiptare. Natyrisht, mund të këtë pasur edhe përplasje ndërmjet të atit dhe të birit, secili me nga një armë të fortë, por të ndryshme nga e tjetrit. Plaku kishte përvojën e tij të pasur, por edhe të mjeshtër Pietrit, ndërsa Rioshi kishte shkollën e francezëve të njohur të kinematografisë. Nga këto ndeshje, më e fituar dilte Studio Marubi, e cila për herë e më shumë po ngrinte nivelin e punimeve fotografike. Rreth vitit 1930, ai realizoi për herë të parë foto me reliev dhe me reze infra të kuqe në Tiranë e Gjetiu. Ishte një sprovë e sikletshme, por e kaluar me sukses nga Gega. Janë fotografi që kur shihen sot, të mbajnë gjatë para tyre duke menduar se si ka arritur fotografi të trajtojë objekte të ndryshme,
si të ishin të shkputura nga e tëra, sikur gjysma e fotos të ishte pozitive dhe gjysma negative. Këto ishin lodrime të bukura artistike, e plot fantazi të fotografit me gjuhën e fotografisë, përherë brenda natyrës së veçantë të këtij mediumi. Më 1936, në barit e Italisë, ku si për çdo vit organizohet panairi i njohur Fiera del Levante, mori pjesë dhe Shqipëria me një pavion artizanati, por edhe me disa fotografi. Aty Geg Marubi vlerësohet me flet nderi, çka natyrshëm e ngazëlleu atë, por edhe të atin, Kelin. Ishte diçka që plaku nuk e kishte arritur e provuar, por s'kishte shumë rëndësi, atë po e gëzonte i biri. Përveç punës së përditshme në atelie, mjeshtri i ri vazhdon të fotografojë gjithmonë më tepër jashtë studios, peizazhe natyrore dhe urbane, portrete, pa harruar se ajo që bënte sot duhet të ishte më e mirë se e djeshmja. Më 1937, Gega bashkë me fotografët më të mirë të kohës, si Ymer Bali, Mandi Koçi, Dedjakova, Kol Maca, Vasil Vistani, Ali Bakiu, Sham Pici, Mihal Popi e të tjerë, uftuan nga mbreti Zog për të përjetësuar në letrën fotografike kremtimet e mëdha të 25 vjetorit të shpalljes së pavarësisë në Tiranë. Po atë vit, me një farë guximi prej artisti, Gega hap në Tiranë një ekspozit vetjake me punime fotografike në shumë zhanre, duke përdorur pllakat autokrome të lymjerve. Historikisht, kjo është dhe ekspozita e parë fotografike në Shqipëri. Ekspozita përbënte një ngjarje në jetën e vakët kulturore të kryeqytetit shqiptar. Në shkurt të vitit 1938 realizon foton 4 shkrimtarët e mëdhenj, ku paraqiten Fishta, Azdreni, Koliqi dhe Poradeci, njerëz të shuar të letrave shqipe. 2 shkrimtarët e jugut, Azdreni dhe Poradeci, kishin shkuar në Shkodër me ftesë të Fishtës për kremtimin e 25 vjetorit të pavarësisë, por për shkaqe të ndryshme nuk mund të shkonin atje më herët se në shkurt 1938. Fotografia është realizuar në studio dhe është mjaft e studiuar, si nga vendosja simbolike e personave, ashtu dhe nga konturimi grafik dhe shpërndarja tonale bardhë e zi. Kështu, ajo mbetet një nga fotografitë më të goditura të Geg Marubit. Po atë vit, ai merr pjesë me fotografi në panairin e Selanikut, Greqi, ku dhe aty puna e tij çmohet. Gega nderohet me medalja Ari, vlerësim nxitës i punës së tij me pasion dhe frymëzim artisti. Ndërkohë, Gega realizoi edhe fotoportrete të figurave të njohura të jetës shpirtërore shqiptare. Veçojmë këtu portretet e Aleksandër Gjuvanit, Migjenit, Lola Aleksit, Tefta Tashko Koços, Marie Krajës dhe piktorit Kol Shiroka. Njeri me kulturë europiane, ai natyrisht do tërhiqej nga figura që jo vetëm e konsumonin, por edhe i krijonin kulturë në këtë suaz. I veçantë sidomos është portreti i piktorit Kol Shiroka, ku ndon se ai nuk paraqitet me përparsën e punës, pra nuk është në proces pikturimi, me bardhëzin karakteristike. Jepet mirë e bukur bota e një artisti ndërimtare romantik. Fotoja është mbajtur pa kontraste të forta tonale, çka i shkon mjaft mirë edhe natyrës së qetë të vet piktorit. Vdekja e të Atit Kelit, më 1940, e hidhëroi pa mas Gegën, sepse me të kishte lidhje të dyanëshme, si prind dhe si koleg. Ai vazhdoi të fotografoj, por sidomos të ruaj dhe të përdori me reptësi regjistrin e fotografive. Pas 1944, vijoi si fotograf privat, veprimtari që zgjati deri në vitin 1949, kur me vendim qeverie u shtetëzuan të gjitha studiot fotografike private. Këtë ngjarje të dhimbshme e pasqyron edhe një fotografi e bërë nga Angjeli Nenshati, ku me një buzëqeshje të ngrirë qëndrojnë para aparatit Gega, Sham Pici, Pjetër Aboshta, Dedjakova, të cilët bashkë me fotografuesin përbëjnë pesëshën e njohur të fotografëve shkodran të shekullit të 20. Më pas Gega, thuajse nuk fotografoi fare, por mirëmbajti me kujdes të veçantë fondin e madh të paraardhësve, punë e vyer që i jepte atij kënaqësi krijimi. Në vitin 1970, u zhvillua farsa e faljes, dorëzimit nga Gega e fondit Marubi, prej rreth 200.000 fotografish në letër, xhama dhe negativa, celuloid, organeve shtetërore. Diçka të papëlqyeshme për diktatorin mendohej se kishte brenda tij. Prandaj ndoshta u kërkua fondi, i cili u muar nga përfaqësuesit e shtetit pa proces verbal dhe pa numërim. Shpejt u inskenua edhe letërkëmbimi i shtirë, i shplar, por i detyruar
i fotografit plak me diktatorin që mbushi faqet e shtypit të vetëm shtetëror. Nga fundi i jetës, në vitin 1984, Geg Marubi e çliroi veten nga një fshet përvëluese 40-50 vjeçare. Ai i dorëzoi në mirëbesim arkivistes së tij besnike të fototekës një zarf me 10 foto, negativa në celuloid, në udosh femërore të realizuara në qytetin e Shkodrës gjatë periudhës 1927-1940. Edhe ai, si gjithë fotografët e të gjithë kohërave, ka lëvruar edhe gjinin e nudos, me gjithë gjendjen e ulët e emancipimit të femrës në vend. Madje, fillënisësa në këtë lëm ishin mjeshtrat Pjetër dhe Kel, që kishin realizuar të tilla, disa 10 vjeçar më parë. Ai nuk donte t'i merrte me vete në atë botë të fshehtën e këtyre nudove, por edhe ndoshta të tregonte se në fotografi, shqiptarët nuk janë shumë prapa vendeve të tjera dhe kanë lëvruar çdo gjini të saj. 28 maj 1984 ishte dita e fundit e jetës së Geg Marubit. Ndoshta fati e donte që ai të ndahesh nga kjo botë, po atë muaj ku 77 vjet e 8 ditë më parë ishte lindur. Me shuarjen e Geg Marubit u fik edhe zjarri i fundit i udhësisë fotografike me emër e fam botërore Marubi. Por nuk pak vlera e fondit fotografik 120 vjeçar. Ai çdo ditë më tepër bëhet i pranishëm dhe i dobishëm për botën kulturore dhe shkencore të shqiptarëve në të gjitha trevat ku ata banojnë. Një pjesë e madhe e këtij fondi është fryti i mendjes dhe dorës së Geg Marubit, botuar tek revista Klan, 29 maj 2009. Unë jam Alex Nikola dhe kjo është Bruko Broadcast Radio. Dëgjues të dashur, mirë u dëgjofshim.